Nuk pata mundësi me taku ministrin, hermetikisht e mbyllur dera e kabinetit ministrit, mundum që m'ja qu vendimin e sërshëm që murë shoqata e industrisë qumshtorës, dhe nuk pata mundësi me lënë një lam të rojtari këtu, apo të polici, një me shkrem, mundu me protokollu, po asnjë nga zyrtarët e ministrisë nuk patën guximin të marrin këtë vendim dhe të qojnë interesat të ministri. Mundum edhe me ministrin, më ule dhe me bisedue një nga një pe pikave të cilat i kemi aprovu ne dhe mi diskutue, duke patëm këtë mundësi, ne do të vazhdojna me punët tona, me këto pika çfarë kemi para pa. Po kërkesat e kemi dhënë edhe me shkrim, e shifni ato, nuk muna përmensh, nështë më së miri të kishme qenën, apo në jau diktue lidhur me veç një moment, ju lutemi. Kthimi i menjëhershëm të punës për prodhimin e produktet të cilët na i kanë ndërprej. Kërkojmë nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës, AU, që të dalë me një komunikat zyrtare të qytetarët e Republikës Kosovës, duke konfirmuar se produktet e prodhuara në industrinë vendore janë të sigurta për konsum. Kërkojmë nga gjykata kompetente të Republikës të Kosovës që të anulloj vendimin e datës 15/5/2026, numrin 1414, të nxjerrë nga Ministri Armend Muja. Kërkojmë nga Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë që të ndërmerr masa konkrete për adresimin e çmimeve dumping të tregut për produktet e qumshtit. Në rast se kërkesat tona nuk plotësohen dhe nuk ndërmerren masa konkrete nga institucionet kompetente, nga 9/2016 do të ndërpritet grumbullimi i qumshtit të qumshtorëve tona. Do të thotë nuk do të marret qumshti nga as pika e grumbulluesi nga as fermerët deri në vendimin tjetër që e bjerë ministri. Sa fermeri prej krejt ky vendim, se e dim që keni pas një... Unë mendoj që kjo bo një skandal, do të bëhet një skandal bukur i madh, me keqardhje po them, nuk është vendimi jonë, ne disa herëve kemi potencu që ne mund përpunojmë jo vetëm qumshtin e Kosovës, po edhe me importu qumshtë të freskët. Problemi është që vendimin të cilin e ka marrë ministri, ne ka ndërprer prodhimin në qumshtorët e Kosovës. Po pra, për sa fermeri prej? On për 20.000 fermerë me nifat të cilët janë dhe për këto qumshtore që e bijnë. Kjo nuk janë për disa qumshtore, por on vendim për gjitha qumshtorët të cilat janë anëtarët e shoqatës industrisë qumshtorët të Kosovës. Po, praktikisht pika e dytë është që bën thirrje AU-vit në këtë rast që me dalë me rezultat në analiza dhe me tregu që është i prishëm edhe është i sigurt për konsum qumshti vendor. Ana tregon deri më tani çfarë janë duke bërë në këtë rast, dhe sa ju ka shkaktuar ndoshta probleme kjo mungesa e një daljes publike për me tregu se qumshti është i sigurt. Unë bëni një skandal të jashtëzakonshëm. Ne nuk po kërkojna që ata veç me thonën. Në bazë të analizat të cilat i ka bo AVUK dhe ne ka kthyer për qumshtore. Nuk ka gjetë diçka që është e damshëm që kanë publikuar këta për opinionin, për konsumatorën. Për atë arsye, i kisha lutë që ndalin e në t'i thojnë rezultatet të cilat i kanë gjeta në produktet tona. Për një gabim, apo për një lëshim që nuk ka qenë vendimi më pashëm, që të shkruhet për ardhe bimore apo vaj palmës, as një ligj ku në botë nuk vjen vendim që me ndërprej prodhimin. Mund të korrigjohen. Nëse ka bën do një lëshim, do një prishëm shtoreme, mund të korrigjohet, mund të jepet afat ligjor, por nuk mundet me ndërprej më njerë. Neve në ka bë dëm të madh dhe tash konsumator, na ka nalë shitja, që si më shkurti, o nalë shitja janë hezitu njerëzit mi marë prodhimet vendore, për shkaku është opinionet të cilat janë mos i skandal, të cilat i kanë thonën njerëzit e thirrën që janë kompetent për këtë punë. Përveç që s'keni me grumbullu qumshtin, a keni në plan me ndërmarrë ndonjë mas tjetër? Pastaj ne do të takohemi hapet, javën që vjen, pasën të kësaj vendimit që kena, dhe të ulem dhe të këshirëm për pjesën tjetër, si do të morëm masa. Sigurisht që nëse s'morim masa, do të kemi dhe masa tjera radikale, i cili është me statut dhe program të industrisë së qumshtit të Kosovës. Faleminderit nga ju.